Atëherë miq të dashur, e paralajmërova në fillim të emisionit që do ta kemi në studio Granitin, i cili është njëri prej vëllezërve të grupit Hawolf, edhe që së fundmi ata e kanë publikuar projektin e tyre Buk e Krip, edhe që duke ditë që këta janë 4 vëllezër, veç Granitin e kemi kënej, pasi ata janë në përpuna, në për angazhimet e veta, kështu që Granitit i uroj mirëseardhje. Mirë se gjeta, faleminderit shumë për ftesën. Faleminderit që u qova në këtë shtune herët më gjas me... Se kam problem se tash e kam edhe një bebë të vogël për na qenë herët. Sa mirë. Okej, me që jemi të mëngjeset të shtunët të vikendet. Që janë Granit vikendet e tua tash? E një vjetë edhe me bebe, angazhime tjera, procedura tjera? Për pos që tash pos gjohëm herët, do me thonë, tani janë ato angazhime, do me thonë, ma herët që nështë si kina pos dhët, pak ma shpejt gjithë shka, do me thonë, mi pregadit ushqimet, e ndrimet, e krejt, tani tash për edhe ja ka njës më ndreqë edhe koha, po ka qef edhe me dollë, jashtë me shetit, ja ka njës me ecë, me bicikl dhe me sene, po do tash edhe që atë lodhjen me shprej edhe të ajë edhe të na, për me hargju energji. Por vikende edhe ditë tjera t'javës të këndshme, sigurisht, që e ndrojnë komplet sistemin e familjes. Normal, është bekimi maj madhë, do me thonë që nga ka ndodhë edhe mu personalisht edhe nështë familjes, grusë dhe krejtve, kështë që jena shumë falenderus për të. Bukur. Atër, e nisëm pak mas e përmende edhe djalin, familjen, vikendet, por të kthehemi tek projekti i fundit cilin e keni realizu 4 vëllezërit, Ylberi, Lumi, Graniti edhe Ylli, edhe që po më duket po jesë mjaft mirë, e kemi këto në video valë. Po, projekti sa ka dalë tash dikon 3 javë nësë zgabëj, parafërsisht, të u pritë është mirë, fillimisht, do më thonë, ka qenë një mikpritje shumë e mirë edhe prej artistave edhe prej dashamirëve të muzikës, edhe prej njerëzve, do më thonë, ashta që ma heret nuk në ha njoft, po e jem njoftu me ta përmes kësaj konge, kështu që lavdata kemi marrë gjithandej, jemi të mirë, edhe kritikat janë të mirë se ardhëna, kështu që jemi në regull, jemi të lumtur, dhe më thonë, deri tash me proces. Buk e Krip është një thonje e jona shqiptare që kemi Buk e Krip e zemër. Pse vendosët me dhonë këtë titull të këngës? Fillimisht, kur ja kemi fillu, dhe më thonë, me punu në pjesën instrumentalit muzikës, ka qenë, dhe më thonë, vetë muzika e ka posat ndjenjen një farloj mishnimi, dhe më thonë, të muzikës Shqip, pak me muzikën e rock, edhe kemi pas qef me sfidu vetën, dhe më thonë, edhe konga Shqip, ma heret i kemi pas disa konga anglisht, edhe kur kemi fillu, dhe më thonë, me shkru dhe tekstin, është një prej nështë fjalive mas shumë të që krejna si shqiptare përdorëm, Buk Krip e zemër gjanë, që është edhe pjesë e tekstit, që është, dhe më thonë, ka shku rjedhimisht edhe në pas tekstit edhe diçka që na unifikon si popull, kështë që është në ndjime, do më thonë. Mirë, do më thonë grup i zhanrit të muzikës rock, edhe që s'po di shoqënia jonë ka po orientohet veç që po dëgjohen, po më duket kejtë zhanrit në vendin tonë. Po tash, për mes internetit se cële ka tash atë rrugën e vetë, ka dhe më thonë fansa edhe për muzikën tonë, ka për hip-hop, ka për DJ-a, ka për elektronik, për gjithë shka. Se cële ka atë atë vetër. Mirë. Granit jeni formu si grup gjatë pandemisë, krejt që atëherë kur jena konë të fokusu në rjetët sociale në internet, edhe të mshelt, që ka me bo 4 vllaznia bojmë bashkë. I ka për instrumentit. Po, fillimisht, une personalisht edhe Ylli jemi pak nashta ma gjatë në skenë, unë që 20 vjetë, do me thonë, veç bëj muzikë me projekte ndryshme të grupeve të Prishtinës këtu, edhe me artistat ndryshëm, njëjtë po ashtu edhe Ylli, edhe po kur ke, do me thonë, pandemia, s'kishëm me kanë me bo muzikë, na, do me thonë, muzikën a posë në stop në shpe, dhe janë isëm t'i provu me nëzirë disa kongë, me sfidu në ashta vetën, me këshyrë mos për delë diçka interesant,
Na pëlqej, do më thonë, edhe procesi me punu zbashku me njëni tjetrin, edhe tash veç e kena vazhdu, ku jena 5 vjetë ma vonë, edhe prind i kena bo krenar, do më thonë se kanë qef me na po ata bashkë, gjithë po. Kjo është e rëndësishme edhe këndshme me ditë, do mos pej anës prindve, po të i ditë që të na, s'po di qysh funksionon ka jo vlazni lako, të na po më do këtë funksionon ma shumë me bëgjanaka, me që mirë. Najna, si ata me bëgjanaka, veç najna me vlazni. Qysh funksionon? Funksionojna shumë mirë se në mosha, do me thonë, jena shumë afer njëni tjetërit edhe jemi rrit me një farë mënyre bashkë. Ka një vjetë e gjysë dy jena në përmjet njëni tjetërit, jemi rrit bashkë, do me thonë kemi lujt bashkë, tani jena konë shkolla bashkë, fakultet, edhe njëtën kohë kër në moshën e adoleshencës, kër ja kena njësë me dalë kafiqa, kena dalë bashkë, shumë njerëz nuk në kam besu, ka pas rast kër doshtë me nëzirë letë njëftimin, se si besoj ke që rrina të në kohën bashkë si vlaznia. Jo, si një vlazni, hajtë kalëzëmi letë njëftima. Qa e muj me thonë që nashta e përqen edhe dashnia që e kena për njëni tjetërin e përqen edhe dashnin edhe për muzikë, do me thonë ku kena rrit mi shnu bashkë që me nëzirë diçka interesante edhe me shprej që ju përqen edhe njerëzve tjere. Na fillimisht e bojna për qefin tonë, tani kushdo që vjen jenë të mirësardhën. Mirë. Është ma letë e dim që jeni kam pjesë edhe grupeve tjera, po thomë grupeve, keni bo muzikë edhe me tjera artista, është nashta ma e letë edhe ma e besueshme kur funksionon një katër vlaznit, se dini që të pakte me shërë njëni tjetrit nuk ja keni? Varet edhe prej eksperiencave, do me thonë, normal me vlazni, kur punën e din qëllimin e se cilit, është do me thonë qëllimi për bashkët, është njëtën kohë e din nuk ka do me thonë, shme thonë dredhina, ose diçka, ose interesa personale e bojna që ato për veti, po dhe projektet të në ku kam qenë, do me thonë, gjithim do super i lumëtër, edhe ka qenë interesi për bashkët kur takon shoqënia ose tash edhe në këtë rast vllaznia për një dashni që e kanë për muzikën ose diçka që ajo është gjithë qëllimi edhe gjithë do me thonë që ajo ka qenë me një iniciativë të mirë, nuk ka pas asnjëherë në eksperiencë ku jem do keq me kërkon, krejt i kom shok, krejt hala do me thonë me krejt bendet bashkëpunoj, s'është taj problem. E po kjo është kur je me fat, edhe që ki vazhdimisht ki raporte, mban raportet mira. Em një vesh e kam fat mirë. Okej, fat miri. Mirë, 4 vllazën, motor, s'keni? Motra nuk kena, po më do këtë të desht në të prind edhe një motor me nga ba kanë shku të shtu djemë, dikur tani e nalë e panë. Po ylli vllai madh, do me thonë, i ka 2 vajzaj, edhe ato e kanë përmbush, do me thonë, edhe atë dëshiren e nanës e babës, që kanë pas qef gjithë një vajzë. Ato, do me thonë, i dojnë ma shumë nashta se të kishim pas vajzë, se i kanë mesa, jenë të vogël, jenë shumë të këndshme. Që është do vizhna 4 jena, për momentit. Për momentin. Okej, Granit në vendin tonë, po edhe ma gjerë, nuk është që ka grup të tjetë vllaznive të zhanrit rock. Që funksionet, përveç vllazit muzio. Nashta komplet grupin nuk e një dikon. Që jonë komplet. Po, për shambull në këtë lloj të muzikës, po ka dhe bende jashtë që janë për shambull 2 antarë, ose 3, anajsem, po jo kështu komplet grupi. Ose të pak të nuk e di jo, nuk e di sa. Për që ata, ato nësush që e di ose që komunikon, po. A nga të regoni pak edhe për grupi, për emrin e grupit, How Wolf, qysh erdhe, a ka pas ide tjera, Vole po lidhet pak, ama e menu e shumë mirë. është që ajo do me thonë si pjesë e mbjemnit Havolli, po yllin nëse s'ga bëj shoqënia, kur kanë qenë shkollë fillora, diçka shto, i kanë thirë Havolf, adin edhe tani kur erdhë koha me lancu kongën e parë nuk dishëm as emën, as qame asi
Wolf, tham po, pse jo, s'prish punë, oj që të vogël. Mi cili është ujgo a jeni krejt kur boni bashk? Jo, qështë ashtë edhe majrët funksionojnë ashtë shumë letë nuk kena kështu hierarki shumë. Jo me bodëm, jo. Nuk e di se cële paka shumë e di na rolet ku i kena. I morëm që ato përgjithësi edhe kryna punë kështu shumë letë. Mirë. Po du me qenë se jo që 5 vite e keni formu grupin, por që 20 vjetë veç mereni me muzikë, a na të regoni pak edhe për atë ku, granit vish kur keni fillu, kur ja keni njës me ngu, pastaj me përformu? Do më thonë, para 20 vjetë e përbjen 2005 ta, po ndohet veçja i vjetër kur me paramenoj, po jo, që atërëm ka qenë, do më thonë, gjithë shka, mas luftës ka qenë e re edhe në mosh kom qenë ma e re, që atër ja ka njësë, do më thonë, mu rinjallë gjithë shka në Kosovë, njëta ashtu edhe muzika skenës. Sidomos zhanre cilin mdoge që jeni kantu merën e jo. Ka pas shumë, do më thonë, aktivitetet zhanrit të rock, edhe nuk është që nuk ka, po edhe tash pak ma shumë po mungojnë në ashta venet ku mu ekspozu kylloj muzikës, janë disa venet caktume, po besoj, do më thonë, nëse kish pas hapsina ala ma shumë ku mundet mu shfaq kylloj i artit, ka interesim. Po edhe atëherë ka pas shumë gjithë kylloj muzikës ka batica zbatica, po kur nuk zhdukët e ka është një farë vije që e mon gjithë. Performancat e para a i mon men? Ku i keni majt? Ka jeni konë? Me personale kështu, apo me bendet? Me bendin po menoj kështu me vllaznit, apo... Edhe me vllaznit. Atëherë s'keni funksionu me vllaznit, a? Se cili u ka në për rrugë veta? Po, se cilina ka në projekte bendet ndryshme. Kanë qenë atëherë kafet jenë kanë hard rock, jenë kanë festivali rock për rock, ka pas disa kafe tjera, dhe me thonë ku kanë majtë koncerte, edhe tash për shembull, tash na vonë para 4 vite, dikon 2-3 vite, nashta që ashtu kër e kemi promovu albumin Ear for Peace, që ka qenë i pare albumi jonë. Ajo u konë edhe performanca jonë e pare, do me thonë, para publikut, këtë formacion me vllazni që e kena. Na kam pritë shumë mirë, do me thonë, paka shumë i ka te kalu edhe pritshmëri që i kena pas, edhe si album, edhe si audiencë, do me thonë, sa ka pas publik. Qa jo, devijova, pak më doge kështë po, qashtë. Mirë, jena. Mirë, që 5 vjetë bashkë, kush është boce i grupit, shefe që vetët, që e pësni për gjithë shka? Na, bacë kështë s'kena, po yllin e thirëm Abeja. Abeja, yllin e kena Abeja. Jo, qashtë që shtash, zakonisht, se cili e dina qësh funksionojnë me njëri tjetërën, se cili i bjen ato senet që i vynë një bendit, i bjen që me thonë tavolinë edhe me që ato punojna, se kena për kështu problem, dhe me thonë, shumë letë funksionojna. Mirë. E Demili që do të me shku me kap me zëra është në njani, apo? Jo, 4 jena kështu këgja që thonë workaholics. E po, për që ata funksionon... Jena ashtu pak si klegjia, dhe në kështu s'gudzojna milion sene vish i grama, dhe si të është sene kur kena deadline, ose që ka dhe që kena ashtu krejt. Një shpije të ranojna, a i krej atje këtu, mledhëm të prend, ashtu, mledhje, krejt, babi, nana, krejt, si gjerime, që atë që ka nek. Funksionojna mirë, kështu. E po që kjo është e rëqës? Deri qëtash, deri sot i qes për i grupit. Këndo me qitë majte, i grupit. Se, me qitë. A i gorë. Po, pe kuptoj, pe ti. E përmende prind, nana dhe baba, a janë marë me ata me muzikë, ose ka erdi talenti juvi krejtve njëjtë? Dika burën? Me muzikë nuk janë marë, babi gjithë e ka pas një qifteli në shpeku, kështu si të vogël gjithë i ka ra, po veç për qefi, do më thonë kështu. është, do më thonë, jetëtari muzikës me qifteli apo folklore, por njëtën kohë dhe
rock and roll. Tani edhe kur i na rrit edhe na ju ka shtu ma shumë edhe ajo dashni aty na pa edhe neve, do me thonë na ka më falni. Të pas si një eksperiencë bashkë që e kemi ndo. Nana si e re, do me thonë në vitet 70-80 kur u ka nështë muzika mainstream, rock and roll në për radio gjithkon, të regon do me thonë që ka ngu muzikë shumë edhe krejt bende do me thonë që a ngojna na, që i ka ngu edhe nana, na bën në shtatë përbashkët ashtu, shpesh e lëshojna muzikë, pa e këshyrë kush është asë kur gjë, do me thonë me vesh e din cële është, cële se e mësu pe radios që shi ka metë. Atëherë, me muzikë shtu nuk jenë mirë, po dasha mirë, do me thonë muzikës, janë gjithë, do me thonë kur bojna koncerte, janë në rend parë, ashtu me majica hamof, krenarjen, që ajo është, do me thonë, edhe knatësia ma e madhe jona, kur e shumë që edhe për prindë është diçka që kina po krenar, kështu që. Për që ta ka njëherë punojmë ma shumë se që dojtë, edhe për pjesën e prindve. Po du me unalë të zhanri rock, të pas parasysh na e falem edhe që ma shumë ka qenë i frekuentum që kanë dëgju ma shumë ko më parë, që tash po më duke ose jam bo ka blak zhanre, ose jam fokusu veç dikojnë. Tash ki platforma ma shumë edhe ki, do me thonë, qasin muzikë ma të ndryshme. Nuk është që ka ramje, në fakt, të 10 vjetë e fundit, ka ngritje ma shumë se sa vitet 90-ta, 2000-ta, do me thonë, si loj muzikës në është atë na, është një pjesë që nuk e din që egzistan është kjo pjesë e muzikës, po nuk është që është në ramje, është në rritje, po që shpo thëmë tash se cili ka qasje në internet edhe i ka platformat edhe i zgjidh që ka dënë me ngu vetë, nuk është që detyrohet do me thonë me ngu kjo lloj muzikës, nështë edhe që ata nuk na vjen shumë sy në vesh, shpesh. Mirë, por për shembull, ka ma shumë fitim, ata që shkojnë në për dasma, ata që knojnë rap, R&B në për koncerte, sane. Ju keni vendosë me o marë, pavarësisht dini që së shumë fitim prërës, që kjo ju knaqë, që ta e bëni, e dini me po, por s'po doni me u komercializu, s'po doni me u prish me shku mas diçka tjetër. Unë e kam qef me qenë modest se me helikopter, do me thonë kom ardhë. Kena edhe na pare, po. Ja, i gare po bëj. Po, jo, kjo nas krejt i punojnë a punat ndryshme, do me thonë kjo është edhe kjo një punë e jona, po nuk e bojna, do me thonë, veç, shme thonë, për fitim prurje, punojna se cili kina punat ditore, obligime tjera që kena, këto e bojna, do me thonë, për qef, po normal edhe fitojmë për i kësajna. Angazhime tash e 5 vite. Neja, koncerte, me nga të rigu ma shumë rrës kësaj? Kemi pas disa koncerte, disa dhe i kemi refuzu, se tani veç ja kemi njës me fillu, do me thonë mu koncentru në projektin që është tash, do me thonë, publik. është pjesë e albumit Rajt e Ëndrav, që kom e dalë gradualisht, do me thonë, edhe na i single aty këtu tani del kështu albumi të shumë. Koncerte zakonisht kina pas, po ma shumë jina koncentru tani, do me thonë, edhe në qëta album kështu. Me rogë ma gjanë me që përthy tani. Bukuj. E për mende, kesh allone të ju pyt pjesën e albumit që keni vendos me ardhë me kongë, jo kështu komplet, po herë pas herë me publiku... Singla, po. Singla, se unë s'po di, jo gani. Nuk po di. Edhe që qëfar kongë do t'jenë qëfar tematika, për shambull si kjo Buke Kryp, I keni paka shumë, I dini? Po, janë të kryme, do me thonë, kongë vishina në proces të fundit post-production që është ato miksimi, masterimi, me cilin jena të punu, do me thonë, edhe me një inxhinier nga Amerika, Seattle, është Barrett Jones, e ka emnin, producenti. Aja, do me thonë, është I njoftën, do me thonë, ka punu edhe vitet 90-ta dhe 2000-tat
me bende si Nirvana, Foo Fighters, Pearl Jam, Soundgarden. Jena në proces dhe më thonë të fundit, të finalizimit. Gradualisht kanë me dalë edhe disa singla, kështu ka një, tani besoj del krejt albumi. Po kjo gjë që atë vlenë, dhe më thonë të përmenet, është se projekti është i mbështetën prej Ministrisë të Kulturës, Rinisë dhe Sportit, gjë që na ka nimu shumë, dhe më thonë edhe me na liru neve prej disa obligimeve që kur je vetanak është shumë vështirë, kena pas lirim, dhe më thonë, kreative mu zgjënu, dhe më thonë, ma shumë se kena ditë që kena është pak e resurse ma shumë, edhe që ajo është. Kisha pas qef me përmen që edhe në kongën Buke Kryp, harqet violina, dhe më thonë, orkestrimin edhe incizimin e këtyne ka bo Visar Kuqi. është, do më thonë, prej muzikantëve më të mirë që e kemi, është një hidden gem, që thojnë anglisht. Njëta ashtu edhe Arjan Zherka ka qenë pjesë e incizimeve, kështu që besoj e kam bo një punë fantastike, na jemi do të lumtur, do më thonë, me ta, edhe njerëz kam pas veç komplimente të mira, do më thonë, për harqe, për kongë, për krejtë. Mirë. E përmende për krajen që keni pas prej Ministrisë e Kulturës, po për kraja e artistëve, sa ke? Edhe që është shumë e rëndësishme edhe kjo? është e rëndësishme se kur je si artist, ki edhe shumë kolegë, është do më thonë e rëndësishme kur të shtynë, do më thonë, është me një farë mënyre që je të bëjë diçka mirë. Për kraje kena pas shumë. Atë ditë, do më thonë, kur u lansu konga Instagrami, Facebooku, këto dikur janë njësën edhe mu me më shku nerva, po shumë në stop të e po vetën, adin se të vynë ka njerë mu distancu pak edhe prej projektit, se në ato në kohën gjera, bëni montajat, bëni ato, bëni këto, tash edhe kur dull, por jemi, do me thonë, mirë njës prej krejt shokve, kolegve, muzikantave që i kemi, jënë kanë, do me thonë, shumë supportus në këtë rast. Mirë. E rëndësishme, edhe që dohet me dohe mas, s'kushton kur gjohesh po menoj në artistat me përkranja një tjetër. Qashtu. O, qashtu? Qashtu është. Faleminderit. Okej, Granit, unë s'ka ma diçka tjetër, nëse veç ki edhe ti diçka me shtu ose me tregu projekte, diçka tjetër nuk kam, projektet e radhës besoj kur dalin, mujnë me na gjithë kushdo që na përcjellin në rrjete sociale. Videoklipin deshta veç me përmen është Zoom 038, dhe më thonë produksioni, që e kanë gjiru. E falenderoj edhe Lisocka Ecofarm, ku veç e kemi lokacionin e venit gjirime. S'kam diçka tjetër. Mirë. Faleminderit shumë ty që erdhe. Lumit, Ylberit edhe Yllit. Aty në punë të marë. Ju ka ikë. Punë të marë, se si patëm, kisha pas që akejtve bashkë. Herën tjetër, vina ta unë e pushoj tani. Bashkë krejt. Falimderit edhe ty për ftesën, vjen mirë, edhe i dëshiroj suksese krejt. Falimderit. Për ndryshe emra shumë të mirë, krejt, Puro Shqip, Yll, Lum, Ylber, Granit. Prind vetë, do më thonë. Prind hipika po mdo këta, të në krejt me natyrje na. Që kjo është e rëndësishme dhe bukur, edhe që duhet një falenderu çdo herë. Falimderit. Falimderit, Granit. Falimderit edhe juve.